Dita e sotme ishte një ditë e lodhshme për Kiaren, por ajo ka bërë shumë prova dhe reklama të cilat ju ka sugjeruar dhe për Black Friday uljet e së premtes gjithashtu kanë qenë dhe me xhirimet e filit ditën e sotme dhe tashme ajo e mbylli shpejt edhe reklamen duke na postuar në fund një foto pak relax. Duket se moderatorja jone e dashur ka pasur një ditë të ngarkuar ku ka marrë një moment qetësie në mbrëmje larg zhurmes e ulur në një koltuk me sy të mbyllur duke bërë një meditim të shkurtër pas gjithës asaj lodhjeje që kaloi. Duket se dita për moderatoren bëhet shumë e ngjeshur ku përveç angazhimeve të punës me reklama, ka për të bërë edhe xhirimet e filmit, përgjegjësitë familjare dhe nuk i mbetet shumë kohë për të dalë pak mbas dite. Me Lunushin dhe Luzin ditët e javës pasi tashme dhe dita është e vogël. Ne i urojmë mbrëmje të këndshme pranë familjes së saj. Lunushi tashme është duke fjetur gjumën, ne ju urojmë shikim të këndshëm. Hello, po e bëj këtë video shpejt për t'ju informuar për uljet e Black Friday, gjithashtu edhe në farmacitë në Kosovë. Po, çdo produkt është me 25% ulje për Black Friday. Ju falenderoj që më shkruani për ditë që i keni përdorur dhe ju produktet e farmacet, që më keni besuar, sepse me të vërtet nuk do mbeteni të zgënjur jo vetëm për veten tuaj, por edhe për gjithë familjen, pasi ka një gamë të gjerë produktesh dhe cilësia është absolutisht më e mira. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.